Pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me një histori që në fakt është tronditse. Nga ato histori që të shokojnë, nga ato histori që në fakt të lënë pa fjalë, nga ato histori që të mahnisin me atë se çfarë po ndodh. E dini çka ka ndodhur? Një djalë e ka dashuruar një vajzën, e ka dashuruar tepër, dhe më në fund ajo i ka dalur lesbike. Do të thënë, është vetvrasje. Ai e ka shkruar rrëfimin e tij me shumë lot në sy, me shumë i përmalluar. Unë pata fatin të flas me të dhe më tha më beso Tiranë edhe sot që po ta tregoj këtë rrëfim që dua ta ndaj me të gjithë shqiptarët, nga që ishte shumë konfuz në qoftë se duheshte ta ndanë rrëfimin apo jo. Nuk di se ç'të them, thonte, jam pa fjalë edhe lotët më rjedhin sepse sakrifikova gjithçka dhe më në fund domethënë doli ajo që unë nuk e prisja. Ai thot kështu: nuk e di pse disa histori dashurie lindin vetëm për të na mësuar dhimbjen. Është shumë e madhe. Ndoshta sepse zemra jon ka nevojë të thyet një herë, që të mësoj të ra ndryshe, thot. Kjo është historia ime. Historia e një dashurie që për mua, thot, ishte gjithçka. Por për të ishte vetëm një ndalesë e përkohshme në rrugën e drejt vetes. E takova në një periudhë, thot, kur jeta ime ishte krejtësisht e zbrazur. Nuk isha i varfër, nuk isha i sëmur, por shpirtërisht isha bosh. Ditët më kalonin njësoj, pa ngjyra dhe pa asnjë lloj emocioni. Dhe pastaj erdhi ajo, me buzëqeshjen e saj të qetë, me sy që të shikonin drejt e në shpirt sikur të njiheshim prej vitesh. Në fillim ishim thjesht miq. Flisnim gjatë për gjëra që ishin fakt të vogla e të mëdha. Për fëmijërinë, për ëndrat edhe për frikërat. Ajo ishte ndryshe nga vajzat e tjera që unë kisha njohur. Nuk flirtonte shumë. Nuk e kërkonte vëmendjen. Ishte e thellë, e ndjeshme dhe fatkeqësisht pak e mbyllur në vetvete. Dhe pikërisht kjo gjë më tërhoqi shumë. Pa e kuptuar, fillova që ta pres mesazhin e saj çdo mëngjes. Zëri i saj u bë qetësia ime. Kur qeshte më dukej sikur bota rregullohej. Kur ishte e trishtuar, e ndjeja dhimbjen e saj, sikur të ishte në